pse të besoj diçka që nuk e shoh me sy? Sepse ekziston. Beson sepse ekziston, e ekzistencën e sheh në mënyra të tjera. Nuk do të thotë që gjithçka që syt tu e shohin ekziston, ose vetëm ajo që ekziston ne e shohim. Me fjalë të tjera, ne ka plot gjëra që ekzistojnë, nuk i shohim, por i besojmë se janë. Në këto kohë sa lehtë dhe thjesht, i besuam valëve të telefonit, i besuam valëve të internetit, dhe themi çdo herë që ka dhe nuk ka, asnjëherë nuk i pam. Madje, folëm për atomin, dhe është e patjetërsueshme në shkencë të besohet se ekziston atomi. Madje që ekzistojnë grimca dhe më të imta, që ekziston edhe protoni, ai në fakt nuk është pa, deri në qelizë me mjete të zmadhimit, me mikroskop është pa, por të tjerat jo. A ekzistojnë mikroorganizma të tjerë? Ekzistojnë sepse efektet e tyre në qelizë po vrehen. Andaj për shkencëtarin nuk kërkohet absolutisht që shqisa e syrit pra të jetë ajo që neve na bën të besojmë atë që ekziston ose nuk ekziston. Mirë po. Për ne nuk ekzistojnë edhe fantazmat. Apo, por ne fantazojmë. Nuk ekzistojnë edhe imagjinatat, por ne kemi imagjinat. Ne kemi shumë shka në jetën tonë që lidhet me të padukshmen, dhe në fakt ne na shqetëson një ëndër që e shohim, edhe pse ti kur zgjohesh e kupton se ishe në gjumë, ishte një jo realitet, por kjo ëndër tër ditën të mban të stresuar, të merakosur. Kjo ëndër është në gjendje që ta prap tër ambientin tënd dhe tër disponimin tënd të asaj dite dhe ndoshta të asaj jave. Madje ti mund të krijosh edhe një farë fobie që të flesh në gjumë. Për çfarë arsye? Sepse ke pa diçka që ti e din se në gjumë thjesht nuk ishe vetdije. A është kërkesë e rëndë që ne ti themi dikujt besoj e Zotin, por ti nuk mund ta shohësh. Nuk është kërkesë e rëndë. Binduni. As me lajket që nuk i kemi pa asnjëherë, e as djallin e shejtan që nuk i kemi pa asnjëherë. Por pse i besojmë kaq lehtë? Është shumë interesant me njerëzit. Në të gjitha kulturat, po t'ja jepje dikujt një fletë të bardhë dhe një laps dhe t'i thuash, mundohu me aftësitë tua për pikturën, për vizatimin, të vizatosh një engjëll. Do të mundohet me kapacitetin e tij të bëjë një krijesë të bukur. Mahnici, magjepsi. Ja jep fletën tjetër dhe i thua, pa hajt, ma vizato djallin, shejtanin. Do të mundohet ta bëjë një krijesë të trishtueshme, një krijesë të pahishme. Por ti asnjërin as tjetër nuk e pa. Pse po di ti vizatosh, jo ti, edhe ai kinezi atje në Kinë, edhe ai në Tajvan, edhe ai në Gjermani, edhe ai në Japoni, edhe ai në Arabi, edhe ti si shqiptar dhe ti në këtë kohë dhe ai në kohë tjetër, pse të gjithë e perceptuam melekun si të bukur, djallin shejtanin si të shëmtuar. Sepse pam ndikimin e tyre. Ne pam se ne e kemi një shtytës për punë të liga, dhe i tham se kjo është këtë djalli që mu po me shtyn. Edhe pse kur njëherë nuk e pam në fotografi. Kësaj të nderuar, fenomenet përreth nesh janë të mjaftueshme që të kuptojmë se ka Zot, ekziston Zoti. Por kjo është sikur të thuhet se e pa shtymin, por derisa nuk e kam pas zjarrin, nuk mund të besoj se ka zjarr. Po ka erdhi tymi. Ka erdhi gjallëria e jetës e natyrës. Ka erdhi vdekja natyrës në vjesht në gjallja saj në pranverë. Ti mund të më thuash se kjo është rutinë, por unë të pyes, pse nga njëherë kjo rutina nuk është e një llojt dhe e përsëritun në mënyrë automatike, në mënyrë pra me temperaturë të njëjtë, pra sikur të themi data 21 qershor, çdo herë do të ketë këtë temperaturë. Mund të jetë ndonjëherë vap, mund të jetë ndonjëherë edhe ftohtë,
mund të jetë mot me shi, pra i bie se ne nuk kemi një natyrë statike, madje fenomenet të tjera natyrore, pra vërshimet, sidomos pra fatkesit natyrore, të tregojnë se ka diçka që nuk mund ta duroj çoroditja njerëzore, nuk mund ta duroj gllavrimin njerëzor, nuk mund ta duroj padrejsinë, dhe jo rastësisht njerëzve ju ndodhin gjëra të tilla, e që Zoti i Madhëshëm na tregoi këto i bëjmë që ju të na shihni ne, në kuptimin ta shihni produktin dhe të na besoni. Do të ishte e lehtë që Zoti edhe të paraqitej. Për të do të ishte e lehtë, por për ne do të ishte e rëndë. Pasuesit e Musait a.s. i kërkuan një herë, tha, ne kem dëshirë që ta shohim, andaj t'i besojmë. Zoti nuk i tha se po kërkoni diçka që unë nuk mund ta bëj, po tha ju nuk mund ta duroni. Pse? Tha po e bëjmë një provë. Unë po largoj nga vetja një perde, një pengesë të dritës time në raport me tokën dhe tha provojeni, shiheni një kodër, jeni të koncentruar ka e kodër, e shihni të gjithë, ata thanë po. Në moment kodra u shkri dhe u zhduk. Dritën e Zotit kodra nuk mund ta duroj. Ti me syrin tënd kaq të vogël, po dëshiron ta shohësh, prit pak. Prit deri në botën tjetër se do ta shohësh vërtet, por besoj një.